إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, elhamdulillah që Allahu azza wa jall na bani pjesëtar të kësaj feje. Elhamdulillah që Allahu azza wa jall na udhëzoi në këtë din. Elhamdulillah që Allahu azza wa jall na zgjodhi, na nderoi që të jemi musliman. Elhamdulillah. Mirë po kemi përmendur që ka mundësi njeriu në jetën e tij ta humb rrugën. Ka mundësi njeriu të devion rrugën, ka mundësi njeriu të lajthit në këtë dunja, ka mundësi njeriu të ja kthen shpinën Allahut azza wa jall, pasi që Allahu e ka udhëzuar, pasi që Allahu gjithat mirat ja ka mundësuar, ka mundësi njeriu të kaloj nga udhëzimi në devijim, ka mundësi njeriu të kaloj nga imani në kufër, ka mundësi njeriu të kaloj nga halali në haram. Andaj për secilin prej nesh është më rëndësi që të dim, të kemi njohuri, të kemi parasysh se cilat gjëra neve na forcojnë në fenë Allahut azza wa jall, cilat janë ato shkaqe që ne duhet t'i marrim, që të jemi të qëndrueshëm, të jemi stabil në fenë Allahut azza wa jall, të qëndrojmë me shahadet, të qëndrojmë me iman deri në momentin e dorëzimit të shpirtit ton Allahut azza wa jall. Prej gjërave që e forcojnë njeriu më së shumti në jetën e tij, që ai duhet t'i kushton kujdes, kësaj gjëje është duaja ndaj Allahut azza wa jall, ta lut besimtari Allahun që Allahu ta forcon, që Allahu ta ban të qëndrueshëm, që Allahu ta ban stabil në fenë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri i njerëzimit, vula e pejgamberëve, njeriu më i zgjedhur i Allahut azza wa jall, megjithatë në sa raste duaja e tij ka qenë: Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotullues i zemrave, forcoje zemrën time në dinin tënd. Është lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Allahu ta forcon. A jemi lutur ne ndonjëherë? Në sa herë kemi lutur Allahun azza wa jall për veten tonë, për pasurin ton, për shëndetin ton, për fëmijët ton, për gjëra tjera, sa herë kemi ngrit duart dhe kemi bë dua? A kemi lutur Allahun azza wa jall ndonjëherë: O Zot, ja Rabb, o rrotullues i zemrave, më forco në dinin tënd? Kur e kemi lutur Allahun azza wa jall? Apo kjo gjë ende nuk është me rëndësi për neve, apo ende ndoshta nuk ja dim rëndësinë edhe vlerën e qëndrueshmërisë në fenë Allahut azza wa jall deri në vdekje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur derisa Allahu azza wa jall tha: "Wa laula an thabbatnaka
laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos me të pas forcu ne ti, mos me forcu Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ti ndoshta do kisha anuar pak nga ata. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur nevojë që Allahu ta forcon. Çka mbetet për neve? Sa është e madhe nevoja jon që Allahu të na forcon në këtë din, që të jemi të qëndrueshëm, që të jemi stabil në fenë Allahut. Duhet ta lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na forcon. Gjithashtu, ajo e cila na ndihmon neve që të jemi të qëndrueshëm është libri Allahut Azza wa Jall, Kur'ani, për të cilin than idhujtarët, sikur të kishte zbrit Kur'ani për një herë komplet si libër dhe jo gradualisht, ajet pas ajeti. Tha Allahu: "Kadhalika linuthabbita bihi fuadak." Kështu e zbriti Allahu që ti, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu ta forcon zemrën tënde. Me Kur'an Allahu e forcon imanin e besimtarit, e forcon qëndrueshmërinë, stabilitetin, fenë e ti. Nëse besimtari është i Kur'anit, i librit të Allahut Azza wa Jall, mirë, po ku është Kur'ani në zemrat tona? Ku është Kur'ani në jetët tona? Sa prej besimtarve Kur'anin e tyre e ka mbuluar pluhuri? Sa prej besimtarve Kur'ani është lanë në raftet e tij prej ditës së fundit të Ramazanit dhe ma nuk është hap as një flet. Sa prej besimtarve ende nuk i din shkronjat e Kur'anit, me gjithë sa është mundësia që sot të mësohet Kur'ani, të mësohet leximi i tij, të lexohet në gjuhën shqipe, të sheh besimtari çka thot Allahu në surën Fatiha, çka thot Allahu në surën Bakara, çka thot Allahu në surën Ali Imran. E kështu me radhë, ti themi vetes musliman dhe mos ta lexojmë fjalën e Allahut, mos ta kemi parasysh çka thot Kur'ani në kohën që sa prej jo muslimanve e lexojnë Kur'anin, nuk janë musliman fare, e lexojnë Kur'anin, ta shohin çka përmban ky libër madhështor, të cilin e besojnë miliarda njerëz, ndërsa ne si musliman a kemi lexuar atë? Sa e kemi lexuar atë? Sa jemi përkushtuar mësimit të fesë Allahut Azza wa Jall? Të lexojmë Kur'an, fjalët e Allahut, fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të dëgjojmë derse, të dëgjojmë mësime të këtij dini, nga se ky din nuk mbahet vetëm me traditën të cilën e kemi trashëguar. Duhet të mësohet, duhet njeriu të përkushtohet që të qëndron stabil në fenë Allahut Azza wa Jall. E mos të flasim për atë i cili nuk ka kohë për Kur'an, nuk ka kohë për lexim, nuk ka kohë për mësim, nuk ka kohë për dëgjim, dhe në ditën e xumë, një herë në javë, 15 minuta të kësaj hutbeje i duken shumë. Mos të flasim për atë i cili nuk dëshiron të dëgjon fjalën e Allahut, të dëgjon fjalën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si do të ruan islamin ai që nuk e njeh atë? Si do të qëndron në islam ai i cili nuk ka njohuri për këtë din? Nëse vjen një fitnë, nëse vjen një devijim, sidomos në këtë kohë të fitneve, në media, në lajme, në portale, në devijime të ndryshme, mundohen njerëzit të fusin mashtrime të ndryshme të kësaj kohe për t'i devijuar njerëzit nga islami. Si do të qëndron ai i cili nuk ka njohuri? Gjithashtu ajo e cila na forcon në këtë din është veprimi, praktikimi i veprave të mira ndaj Allahut Azza wa Jall, duke filluar me namazin dhe duke vazhduar me ibadete tjera. E ai i cili e lën namazin, ai i cili e lën shtyllën kryesore të kësaj feje, ai i cili ja kthen shpinën Allahut 5 herë në ditë,
si do të qëndron në këtë din, si do të ruan islamin, si do të mban atë. Tha Allahu azza wa jall, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u s-salah, pas tyre erdhën njerëz të cilët e lanë namazin, e humbën namazin, i akthyen shpinën namazit. Çka ndodhi? Wattaba'u sh-shahawat, i pasuan epshet, i pasuan lakmit e kësaj dunjaje. Fa sawfa yalqawna ghayya, fundi i tyre është ghayya, fundi i tyre është xhehenemi. Allahu na ruaj. Gjithashtu ajo e cila na forcon neve në këtë din është përkujtimi, meditimi i ngjarjeve të pejgamberëve të Allahut azza wa jall, të cilat Allahu i përmendi në Kur'an. Nëse e kujtojmë Nuhin alayhis salam, i cili thiri 1000 sanatin illa 50 ama, 950 vite thiri në Islam, e kundërshtuan populli, e kundërshtuan njerëzit, u tallën me te, e nënçmuan atë, e hudhën atë, mi po qëndroj stabil mbi 1000 vite në fenë Allahut dhe në thirrjen e rrugës së Allahut azza wa jall, derisa sipas disa dietarëve e besuan atë 12 vet, e sipas disave e besuan atë 80 vet. Megjithatë, pa marr parasysh numrit të madh, pa marr parasysh xhamatit të madh, pa marr parasysh besimtarëve që u shtuan apo u paksuan, Nuhi alayhis salam na tregoi se si qëndrohet stabil në fenë Allahut azza wa jall. Nëse e kujtojmë Ibrahimin alayhis salam, i cili u kundërshtua nga rrethi i tij, u kundërshtua nga baba i tij, u kundërshtua nga populli i tij, derisa e morën atë dhe e hudhën në zjarr që ta djegin për së gjalli. Mirë po Ibrahimi alayhis salam në ato momente të vështira, në sprovë të madhe, tha Ibrahimi alayhis salam, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, më mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i madh. Nëse e kujtojmë Jusufin alayhis salam, i cili edhe nga vëllezërit e tij u hudh në bunar, e larguan nga familja, vëllezërit e tij u sprovua me fitnën e grave, me fitnën e femrave, u sprovua me thirrjen në zina, që sa të ri sot sprovohen me një sprovë të tillë të rrezikshme. Nga gjitha anët ju bëhet ftesa të rive për devijim, ju bëhet ftesë të rive për haram, ju bëhet ftesë të rive për prishje të moralit, të rinjve dhe të rejave. Nga gjitha anët Jusufi alayhis salam është model, është shembull i cili tregon se si qëndron i riu dhe e reja stabil në fenë Allahut, i ambyllën dyert, i ambyllën dritaret, i lëshuan perdet. I tha Jusufit alayhis salam, hej telek, afrohu tash ma nuk të sheh askush, tash ma nuk ka rrezik. Tha Jusufi alayhis salam, ma'adha Allah, Allahu na ruajt, Allahu na mbrojt, që besimtari, që i riu musliman, që e reja muslimane ta merr një hap për një gjunah të tillë. Qëndroi Jusufi alayhis salam që të na tregon neve modelin e qëndrueshmërisë. Qëndroi Zakaria alayhis salam, i cili u mbyt nga dora e jehudëve zullumqar, e gdhendën, e mbytën atë duke e këput, duke ndaj drurin dhe duke e sharuar Zakarian alayhis salam, e mbytën gjithashtu Yahyan alayhis salam. Megjithatë ata treguan modelin e stabilitetit. Nëse e meditojmë, e përkujtojmë, e lexojmë dhe e dëgjojmë jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e cila gjithë jeta e tij është model për neve, është mësim për neve se si qëndroi stabil në Mekke, se si qëndroi stabil në Medinë, që ne të ecim në rrugën e tij. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu në këtë din të na forcon, Allahu në Islam të na forcon,
Allahu të na ban të qëndrueshëm në këtë din deri në momentin e fundit. Ti adorzojmë shpirtin Allahut me la ilaha illa Allah, e të dalim para Allahut ashtu si Allahu është i kënaqur. Lusim Allahun azza wa jall, musliman kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron. Lusim Allahun azza wa jall nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.